Kam një problem të madh në familje, grindemi shpesh, po shiqyr Zotit pa pasoja. Jo gjithmonë grindja në familje do të thotë se duhet të ketë patjetër diçka. Magji apo mësysh apo të bëme etj. Mund të jetë edhe natyra e njerëzve e tillë. Po pse e bëjnë një rukje familjare, nuk bëjnë keq. Pse e bëjnë një rukje si familje, nuk bëjnë keq. Të vendosin në shtëpi surën El Bekare, të bëjnë dhikret në shtëpi, të largojnë haramin, nëse kanë ndonjë haram në shtëpi, të falin namazin bashk, pra namazet i falin bashk, të shohin mos kanë piktura të varura apo skulptura në xhami, në shtëpi, t'i largojnë. Të gjitha këto inshallah ta ndikojnë në përmirësimin e situatës.